Në një moment të papritur por të mrekullueshëm, Kiara Tito ka publikuar një video që ka rrëmbyer zemrat e ndjekësve. Vogëlushja Luna Mari shfaqet duke mbajtur 2 copa mishi në duar dhe duke i shijuar me gjithë qejf. Videoja, e cila është publikuar në Instagram Story, është shoqëruar me një përshkrim të shkurtër por që përmbledh gjithçka. Është goca e babit kjo, i shoqëruar me emoji që tregojnë shaka dhe mish në skar, duke dhuruar buzëqeshje për të gjithë. Luna Mari, e ulur në karrigen e saj, me një përparse të zbukuruar dhe me flokët e lidhur me një bisht të vogël të lartë, është kthyer në një nga figurat më të dashura për ndjekësit e çiftit Luis Eili dhe Kiara Tito. Me një vështrim të qetë dhe të përqendruar, ajo duket se po shijon çdo kafshat të mishit që mban në duar, ndërsa përpara saj gjenden edhe lodrat e saj të preferuara, të cilat në atë moment duken plotësisht të harruara përballë kënaqësisë së ushqimit. Ky moment është konsideruar nga shumë ndjekës si një tjetër dëshmi e natyrshmërisë dhe dashurisë së pastër që Luisi dhe Kiara ndajnë me publikun përmes vajzës së tyre. Përshkrimi i Kiarës, është goca e babit kjo, ka nxitur shumë reagime pozitive dhe komente të qeshura, me fansat që shkruajnë se Luna po ndjek hapat e babait jo vetëm në karakter por edhe në dashurinë për ushqimin tradicional shqiptar. Videoja është shpërndar gjerësisht në rrjet dhe ka marrë mira pëlqime, ndërsa ndjekësit nuk kanë nguruar të komentojnë për sa e ëmbël, e zgjuar dhe gazmore duket vogëlushja. Padyshim që edhe ky postim i Kiarës ka sjellë gëzim dhe ngrohtësi në rrjet, duke e kthyer momentin e drekës në një episod të dashur të përditshmërisë së familjes Eili.